ne do të kalojmë në një tjetër moment, sepse një moment shumë i këndshëm është ai dhe të dekorosh me inteligjencë, ku ne ju japim këshilla të vlefshme për mënyrën se si ju duhet t'i shfrytëzoni hapësirat tuaja të vogla apo të mëdha qofshin ato. Gjithmonë kemi nevojë për këshilla të specialistëve, të cilët na orientojnë më së miri për të bërë një punë të bukur dhe për të qenë komod në ambientet ku ne jetojmë. Do të vi gazetarja jon Esta Papa në rubrikën të dekorosh me inteligjencë dhe të shohim se çfarë ka përgatitur së bashku me arkitektin që ka zgjedhur. Jemi tani në rubrikën të dekorosh me stil. Ndodhemi në një apartament shumë të këndshëm dhe shumë të harmonizuar, që në momentin e parë që futesh këtu të përcjell një ndjesi qetësie dhe relaksi. Por si është krijuar ky apartament? Është krijuar nga një sy ekspert apo ka qenë thjesht rastësi? Në këtë moment nuk ka qenë thjesht rastësi, rastësitë kanë mbaruar këtu. Jemi në kohën e ekspertëve. Ekspertja që ka krijuar këtë apartament quhet Gentiana Dikellari dhe është sot këtu me ne për të treguar më shumë rreth punës së saj. Mirë se erdhe Gentiana. Përshëndetje të gjithëve. Dhe është kënaqësi për mua që sot do flasim për gjëra të bukura dhe për arkitekturën në tërësi. I ka përmbushur pritshmëritë e tua ky projekt kur e more, kur sapo e nise kishe një ëndër, kishe një vizion se si do e krijoje unë këtë gjë. Je e kënaqur sot? Ky është një nga ata projekte që është realizuar më së miri, domethënë i ka realizuar të gjitha pikat kyçe të një projekti dhe kur kemi parë rezultatin edhe përfundimin, kemi marrë kënaqësinë dhe vlerësimin e duhur në fund të një projekti, se gjithë synimi jon është realizimi përfundimtar. Do të thënë njëra fazë është të bëjmë një projekt profesional dhe e dyta është realizimi i atij projekti. Dhe ky ka qenë nga ato projekte që është realizuar 100% dhe që ka dalë pak më mirë edhe se pritshmëritë tona. Po klienti ka qenë i kënaqur me rezultatin që more? Me klientin ne kemi qenë bashkëpunues gjatë gjithë kohës. Ju përmbajt shumë projektit, e vlerësoj projektin që në fillim kur e pa, dhe kishte dëshirë që të gjitha gjërat të realizoheshin si në projekt. Dhe kjo na ndihmoi që dhe ne ta bënim realizimin fiks ashtu si duhet. Çfarë bëri kompromis çifti në këtë rast? Donte diçka që zinte shumë hapësirë dhe mbyste apartamentin? Apartamenti ka pasur një korridor të ngushtë, nga i cili shpërndaheshin nëpër dhoma dhe tualete. Mirë po ky korridori sillte ngushtimin e dhomave dhe ngushtimin e sallonit. Për të arritur një sallon më të bollshëm edhe një dhomë gjumi më të bollshme, ne eliminuam disa mure dhe arritëm rezultatin që donim. Unë shoh edhe disa truke të vogla që janë përdorur për ta zgjeruar një hapësirë më shumë. Pak më vonë do t'i tregojmë ato edhe për ju që na ndiqni, pasi ky apartament ka shumë detaje që e sjellin atë në harmoninë që unë përmenda që në fillim të kësaj interviste. Po diçka tjetër, diçka që ti e preferon, diçka që është trend për momentin, çfarë sugjeron që duhet të jetë kudo? Në vitet e fundit sugjerohen shumë ngjyrat neutrale, jo kontrastet e forta. Ose ky model divani, si quhet modeli i divanit ku ne po qëndrojmë ta? Kemi një divan të stilit modern minimalist. Fillimisht tek stilet e divaneve ne fokusohemi fillimisht të jenë funksionalisht okay, dhe së dyti shikojmë trendet e fundit të arkitekturës dhe interiorit. Dhe jemi tek ngjyrat bezh, ngjyrat e lehta, krem, shumasht. Po, ky apartament është në ngjyrat e ngrohta dhe në ngjyrat neutrale. Elementet më të fundit, më risi të viteve të fundit, mund të them që janë veprat e artit që janë të varura tek muri i sallonit.
Tani njerëzit kanë filluar që nga pikturat klasike, ato me ngjyra, pikturat e zakonshme që ne kemi patur deri në ditët e sotme në apartamentet tona, të zvendësohen pikërisht me këto vepra arti, që kryesisht punohen në ngjyrat e ambientit dhe punohen me materiale alternative. Cilat janë risitë e momentit? Cilat janë trendet që njerëzit i duan patjetër në ambientet e tyre? Në fakt, arkitektura, sidomos fusha e interiorit, ka risi çdo vit, çdo ditë dalin trende të reja. Po le të themi që kohët e fundit, një nga trendet është edhe dekoret që varen në mure, që nuk janë më ato pikturat tradicionale me shumë ngjyra, por që janë punime artistike, kryesisht tridimensionale, të punuar sigurisht edhe ato nga artist, pra jo punime komerciale të blera në treg të zakonshëm, por që janë punime artistike të bëra nga skulptor dhe që kanë zëvendësuar së paku pikturat. Sot pra që kemi në një epok tjetër të artit, që kemi më pranë artit tridimensional, si që shohim edhe këtu, kemi vetëm dy, nëse mund të quajmë piktura. Kemi dy vepra arti në këtë ambient, vetëm dy, ndryshe nga ambientet të cilat ne jemi mësuar të shohim rreth viteve 2000-2005, që janë mobiluar shumicat e shtëpive ku ne jetojmë, që kanë fotografi të shumta, kujtime të shumta, zbukurime të ndryshme, tjera me radhë. Por do e pranoja në këtë ambient për shembull prezencën e fotografive në mur? Kanë ikur fotografit në mur, nuk janë më in? Fotografit janë pak objekte shumë të personalizuara. Në për mure nuk këshillohet më që të vare, sidomos në ambientet e përbashkëta, siç është salloni, kuzhina, mundet ndonjë kënd i veçantë tek dhomat e gjumit, ose më tepër këshillohen në bibliotek fotografi të vendosura në kornizë. Kurse tek muret këto lloj ambientesh nuk i pranojnë shumë për arsyen se tani janë ambiente shumë neutrale, ndërkohë fotografit në vetvete kanë shumë ngjyra. Kjo të jep edhe një ndjesi hapësire. Domethënë kur kemi pak ngjyra në ambient, ambienti automatikisht ngjan më i madh dhe nuk të los. Nuk të los syrin, ndje shumë i qetë psikologjikisht dhe këshillohet shumë dhe prandaj hikëm nga ato ngjyrat e lodhshme dhe erdhëm në këto ambientet. Erdhi gradualisht transformimi i hapësirave. Këto ambiente kaq komode që janë dhe minimaliste, si zgjedhin të dekorojnë? Pra këto në tavolinë u shoh disa dekorima që nuk e prishin paletën e ngjyrave minimaliste, por që shërbejnë edhe për të mbushur hapësirat bosha. Një tavolinë bosh nuk besoj se shkon në një ambient. Edhe dekoret ashtu si gjithë arredimi do vazhdojnë në këto ngjyrat neutrale që folëm dhe janë format ato që dominojnë. Pra kemi dekore ku rëndësi jepet forma, jo ngjyra. Po të shikosh të gjitha dekoret që janë përdorur në këtë ambient, të ndalemi tek tavolina me qënse e kemi dhe këtu, dekoret janë neutrale. Do me thënë edhe vazoja e lules, që është një siluet njeriu, edhe ndriçuesi në formë qiriri, por edhe tavolina e mesit, do me thënë gjithçka është uniforme dhe në harmoni me hapësirën e madhe, po themi, dhe elementet e vegjël, po. Edhe elementet e vegjël i përshtaten tërësisë së ambientit. Dhe këtu kemi një tavolinë në mermeri, apo jo? Kjo është një tavolinë mermeri. Po, në fakt ajo nuk është një tavolinë mermeri, por ky ka qenë qëllimi që të duket si një tavolinë mermeri. Duke qenë se mermeri është një material i rëndë, duket dhe rënd. Ajo do ishte pyetja ime viju se si menaxhojnë këto tavolina kaq të rënda kur duhet të bëjnë punë, se një shtëpi është jo vetëm për tu prezantuar e bukur edhe të jetë si një shtëpi katalogu. E dim të tërë që do ta bëjmë rëmujmë mbas pak kohë. Si do ta rregullojmë? Mermeri ka një teksturë shumë të bukur. Shumë. Dhe ne e donim këtë teksturë të bukur, por nga ana tjetër është një material shumë i rëndë. Dhe në përditshmëri është pak material që nuk menaxhohet lehtë. Dhe për këtë teknologjia ka ecur dhe ka krijuar imitime shumë të mira të materialeve të mermerit, gurit, drurit, gjitha materialeve të rënda
që na i dhuron natyra, këto janë elemente që na i dhuron industria. Me që po flisim për materialet, jemi tek material, po flasim për mermerin, për drurin, kemi pjesën e dyshemes, që kemi zgjedhur diçka më të ngrohtë, që i thyen pak këto muret kaq krem, kaq të qeta, pjesa e dyshemes vjen pak më ngrohtë. Kemi një dru, është prej drurit? Po, kemi një parket në ngjyrat e drurit. Zakonisht dyshemeja, duke qenë se është sipërfaqja më e madhe e gjithë shtëpisë, këshillohet që të jetë një ngjyrë ngrohtë. Pastaj mund të luajmë me tapetet ose me elementet e tjerë që vendosin mbi dysheme. Po shikoj një kontrast shumë të fortë midis dyshemes dhe tapetit. Po, dysheme do të thënë gjithmonë e ruajnë në ngjyrat e drurit. Edhe kur klientët kanë dëshira për të vendosur një parket të bardhë, jam unë ajo që këmbgul që dyshemeja duhet të jetë një diçka e ngrohtë, sepse ngjyra e bardhë tek një parket mund të ketë një impakt të menjëhershëm për momentin kur e shikon, ngjan diçka shumë e veçantë, por në momentin që fillon e jeton, ajo është shumë e ftohtë. Për pjesën e ndriçimit, preferon një ndriçim të ngrohtë apo një ndriçim të ftohtë? Dhe çfarë është ndriçimi që ke zgjedhur për këtë apartament? Ndriçimi në fakt është shumë i rëndësishëm, sidomos kur bëhet fjalë për hapësira të arrenduara në stil modern minimalist, sepse është pikërisht ndriçimi ai që ju jep vlerën objekteve. Fillimisht ndriçimi duhet të përdoret funksional. Pra duhet të kemi ndriçim aty ku kemi objekt ose funksion. Pastaj, për hapësirat e banimit, gjithmonë sugjerohet ndriçim natyral ose i ngrohtë. Vura re pjesën e verëmbajtëses. Ajo është ngjitur me sobën edhe furrën, edhe mban shumë më shumë shishe vere nga që kam parë nga verëmbajtëset klasike, që janë ato objektet e mëdha me dru që zën goxha shumë ambient. Po, nëse tek zona e ditës dekori më i bukur është biblioteka, tek kuzhina dekori më i bukur ngelet elementi i verës. Përveç se është shumë funksional, mund të ruash të gjitha verat e preferuara, rafti i verave ka një pamje shumë të bukur. Ka akoma ndonjë detaj të fshehur që syri im jo ekspert në dizajn nuk e ka vënë re? Po, një detaj që nuk është edhe aq i vogël është pasqyra. Pasqyrat që në fakt janë shumë dekoruese, e bëjnë ambientin më të matë, më të bukur, më bashkëkohor, kanë edhe funksion. Ti mund të shihesh në çdo kohë. Ka ndonjë objekt tjetër që ti e përdor për të alternuar ambiente që është edhe funksional, por edhe shërben për diçka? Një element që është edhe dekorativ edhe funksional është dera, e cila është bërë njësh me murin, dhe ne kur ndodhemi tek salloni dhe shohim përballë nuk e dallojmë që është një derë. Por nga ana tjetër ajo është funksionale, sepse ti hap derën edhe kalon tek dhoma tjetër. Ndodhemi këtu tek pjesa e traditave. Ka ndonjë gjë që ne e preferojmë, por nuk është më in, për shembull vendet nordike nuk preferojnë perdet dhe tapetet. Në apartamentet e vendeve nordike nuk ka perde. Neve, kulturat tona që jemi më ballkanase, preferojmë perdet e rënda dhe të bukura me 3 pjesë, pjesën e mesit edhe 2 pjesët anësore të perdes me ato licat e mëdhaja. Janë akoma in këto gjëra? I preferojmë akoma sot? Tani shumë elemente kanë të bëjnë edhe me mënyrën si jetojmë. Neve si popull nuk kemi dëshirë që të rrim pa perde, sepse psikologjikisht na krijohet ideja sikur do na shohin nga jashtë. Po, duke patur një jetë të mbyllur shumë personale, nuk duam që jeta jonë private të duket nga jashtë. Dhe kështu automatikisht ne i përdorim perdet. Kemi të nevojshme, sa duket, përveç se i përdorim. Dhe pastaj nga ana estetike, sigurisht që perdet bëhen me stilet më moderne. Kanë ikur ato lidhset apo ato perdet e rënda, janë perdet më të lehta, por që janë perde, po themi perde e hollë, e trash, që ti të kesh mundësinë ta mbyllësh në darkë. Nga kjo nuk kemi ikur. Kush është një ambient që ti thua po, sapo e sheh? Të parës i them dritës natyrale. Po. Pavarësisht se arkitektura ka avancuar dhe ne luajmë shumë me dritën artificiale, japim efekte etj. Drita natyrale është e pak konkurrueshme. Jep një efekt të jashtëzakonshëm. Do me thënë kjo është nevojshmëri. Çfarë është luks?
Çfarë është një gjë që për shembull ti thua, po ta kishte ky apartamenti këtë gjë, do ishte një kryevepër. Mund të shtoja edhe një balkon të madh ku mund ta mbushësh me shumë gjetbërim. Tek pjesa e abazhurëve, unë këtu shoh që ne i kemi të maskuar, ndriçimin e kemi komplet të maskuar në tavan, tek pjesa këtu me LED besoj. Ke zgjedhur dy abazhure shumë të veçanta, shumë specifike. Më thuaj më shumë për to, si u frymëzove, si zgjodha. Ato janë të varura, është edhe rreziku që mund të zvoglojnë lartësinë e ambientit këtu? Po, zakonisht ndriçuesit e varur përdoren në hapësira ku nuk kemi akses lëvizje. Pra në një tavolinë ose në një kënd biblioteke, kur njerëzit nuk qarkullojnë. Ndërsa sa i përket ndriçimit tavanor, ai është shumë funksional. E para që ke mundësi të bësh ndriçime të dedikuara aty ku ke vepra arti, ku ke një objekt, një fotografi ose një pikturë. Ndërsa ndriçuesit që kemi tek tavolina e ngrënies, nga ana estetike janë përshtatur edhe me skulpturat që janë në mur, qoftë nga ngjyra. Dhe i komplimenton shumë bukur, edhe skulpturën që është në mur dhe zbukurimet që ndodhen mbi tavolinë dhe pjesën që vjen mbrapa, ke krijuar një kënd shumë të përputhur, çdo gjë me njëra deri në detaj. Është shumë e rëndësishme që kur përdorim dekore, ato të jenë të njëjtës linjë. Ndoshta jo 100% në ngjyrë apo në formë, por kur i shohim ato të qëndrojnë me njëra tjetrën në harmoni. Kuzhina zakonisht hapësirën që caktojmë për kuzhinën e shfrytëzojmë cepe në cep deri në milimetrat e fundit. Në maksimum. Në maksimum. Sepse kuzhina përveç se estetike duhet të jetë jashtëzakonisht funksionale. Do me thënë, kur je duke gatuar, duhet të kesh gjithë hapësirën e nevojshme për të përgatitur ushqimin, për të magazinuar enët. Do me thënë, fillimisht, kur trajtojmë një kuzhinë, trajtojmë mirë anën funksionale dhe së dyti trajtojmë anën estetike. Po pjesa e banakut çfarë materiale shpërdor, sepse kemi në kontakt me ushqimin, ne kemi në kontakt me produktet që ne konsumojmë, jemi prap tek materialet industriale, siç kishim mermerin në tavolinës këtu, apo preferojmë materiale që të jenë realisht natyrale? Tek kuzhina janë përdorur aksesore dhe materiale goxha cilësore, disa janë imitime, disa janë origjinale. Jemi fokusuar tek pjesa e frigoriferit që të mos ishte i dukshëm, tek lartësia e kuzhinës për ta çuar deri në tavan, ku mos të krijoheshin ato hapësira që vështirësojnë mirëmbajtjen e një kuzhine. Kemi krijuar një ndriçim LED mbi banko që është shumë funksional gjatë kohës që ti gatuan, ke gjithë sipërfaqen e ndriçuar. Bentiana, unë tani jam shumë kurioze të shoh se çfarë fshihet mbas portës së fshat. Pas asaj derë është një dhomë gjumi që është shumë e këndshme, kështu që të ftoj ta shikoj. Pra të shohim më vonë. Ndodhemi në dhomën e gjumit. Elementi që doja të përmendim pak te kjo dhomë është dollapi. Një nga detajet që përdoret së fundmi në arredimet e dhomave matrimoniale janë kapakët e xhamit. Ky detaj shërben përveç sa shumë estetik, shërben që gjatë gjithë kohës mund të shikosh çfarë ka brenda në të dhe ta kesh më të lehtë zgjedhje se çfarë do marrësh në një moment të caktuar. Element shumë i rëndësishëm në dhomat e gjumit sigurisht ngelen edhe pasqyrat. Ne i kemi alternuar këtu me veshjen murale që i kemi bërë kokës të krevatit dhe kemi përdorur detajin e pasqyrës si një element shumë estetik, por në fakt ka edhe shumë funksion. Këtu në krahun e djathtë kemi pasqyrat e vogla për një shikim të vogël, po themi, ndërsa në krahun e majt kemi pasqyrën e madhe, ku mund të shihet i gjithë personi në momentin. Dhe pastaj patjetër kemi edhe pjesën e preferuar të neve gotave, që është pasqyra e tualetit. Pjesën e tualetit. Në rregull. Të falenderoj shumë Bentiana për këtë intervistë kaq të këndshme. Të falenderoj shumë që ndave dhe këshillat e tua si eksperte dhe sekretet e tua me ne. E vlerësojmë shumë mendimin tënd edhe shihet e tua të mrekullueshme në arrendimin e një shtëpie të këndshme. Ju falenderoj edhe është gjithmonë kënaqësi për mua të flasim për arrendimin edhe arkitekturën.